ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Anisa Veseli, ka bërë një deklaratë të fortë, duke treguar se është arrestuar pas ballafaqimit që bëri për emisionin Piranjat me pronaren e klinikës që e mashtroi për operacionin. Nelin, pas ballafaqimit me Lenen, as 5 minuta nuk kishte që përfundoj, ajo thiri 2 avokat. Thiri policin, erdhën dhe më arrestuan. Unë ndjeva si kriminale, thash qa bëra, kur unë nuk I kërcënova, qëndrova në distancë. Qëndrova në stacion policor për 4 orë ose më shumë, ka deklaruar Veseli për Prive. Nelin, kjo ngjarje ka shpërthyer në një debat të gjerë në rrjetet sociale, me shumë ndjekës që shprehin mbështetje për Anisën dhe kritikojnë veprimet të pronarëve të klinikave që shpeshherë përfitojnë nga klientët e tyre. Anisa vazhdon të kërkojë shpjegime për çështjen e operacionit që, sipas saj, Iu premtua gjatë qëndrimit në BBVK. Arrestimi I saj, pas përballjes me pronaren e klinikës, ka ngjallur reagime të fuqishme në mediat shqiptare, ku shumë persona e konsiderojnë këtë një abuzim të autoriteteve. Shumë nga ndjekësit e saj sugjerojnë që ky incident është një shembull I padrejtësisë me të cilën përballen individët që kërkojnë drejtësi për shërbime të keqe bëra. Nelin, Anisa, e cila u bë e njohur nga realizimi I saj në Big Brother, tashmë është në fokusin e mediave si një shpresë e problemeve të përditshme me të cilat përballen shumë persona në shoqëri. Ajo thekson se denoncimi I këtyre rasteve është jetik për të parandaluar abuzimet e tjera në të ardhmen. Ngjarja ka tërhequr vëmendjen e shumë influencuesve dhe opinionistëve që e shohin Anisën si një simbol të guximit për të folur hapur për padrejtësitë, pavarësisht pasojave që mund të përjetojë. Edhe pse përballjet e tilla janë të vështira, ato shpesh shërbejnë si një shenjë e nevojës për ndryshim në sistemin e shëndetësisë. Nelin, shumë njerëz arsimnuar e shohin këtë ngjarje si një mundësi për të njoftuar shoqërinë për rreziqet dhe padrejtësitë që ndodhin në sektorin e shëndetësisë. Anisa ka filluar një fushat në rrjetet sociale për të njoftuar të tjerët për praktikat e gabuara dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e zgjedhjes së shërbimeve shëndetësore të besueshme. Nelin, ndërkohë, pronarja e klinikës ka ndier pasojat e reagimeve negative dhe shumë do të donin të dinin se si do të përgjigjet ndaj akuzave të Anisës dhe çfarë hapash do të ndërmerrte për të sqaruar situatën. Kjo ngjarje pretendohet të ketë një impakt të gjerë në marrëdhëniet e konsumatorëve me shërbimet shëndetësore dhe mund të nxjisë reforma të reja në këtë sektor. Nelin, megjithatë, ndjekësit e Anisës shprehin besimin dhe mbështetjen e tyre për të, duke e inkurajuar të vazhdojë të luftojë për të drejtat e saj dhe për të sensibilizuar të tjerët për situata të ngjashme. Historia e saj shërben si një kujtesë për rëndësinë e qëndresës dhe kërkimin e drejtësisë në një sistem që shpesh mund